Sot është një fitore qytetarit tonë për qenë me njeri tjetrin, për të ndihmuar njeri tjetrin, për qenë bashkuar dhe jo të ndarë. Sepse rinje tanë meritojnë jetë më të mirë, njëtë e kohë, nga puna meritojnë për fasim dhe fuqizim të tyre. Miqtë të dashur, në një fitore të madhe vjen edhe përgjegjësia e madhe. Unë i kuptoj përgjegjësitë që qytetarët e Republikës sonte në kanë besuar mua dhe kryeministrit Ramush Haradinaj. Është koha që të bashkohemi si një shtet për të quar përpara ekonominë tonë. Është koha për një qeveri që punon për qytetarët tonë e jo për interesat e politikanëve. Është koha për të kthyer besimin e qytetarëve tonë përmes veprimeve dhe vendimeve. Njerëz të këtij vendi po e kërkojnë ndryshimin dhe të janë të bindur se ne bashkërisht do të sjellim ndryshimin e këtij vendi, shtetit tonë. Miqtë të dashur, ne do të punojmë pareshur dhe ne do të punojmë të gjithë të bashkuar. Është koha që të besojmë në pavarësinë tonë, në rrugtimin tonë euro-atlantik. Lejoni që nga ky shesh i shenjtë i lirisë, sheshi i Skënderbeut, ju drejtohem disa shtimin e juaj dhe përkrarjen. Republika e Kosovës do të vazhdojë orientimin tonë demokratik dhe perëndimor të Kosovës sonë për 4 vitet e ardhshme të qeverisë sonë. Nuk ka dilemë dhe as që do të ketë të përjashëm me shtetet e të cënoj sovranitetin ton apo qytetarin ton. Simbolet tona kombëtare dhe shtetërore do të mbrohen dhe nuk do të lejohen që të cënohen nga askush. Do të promovojnë bashkëjetesën multietnike dhe tolerancën e brendshme me komunitete, duke evituar abuzimin dhe keqpërdorimet nga cili do shtet nga jashtë metodë.